çfarë mund me thonë që është interesante në herat e fundit është evidencat me anë të cilave mund me dëshmu që është përdor edhe teknologjia e njoftur si inteligjencë artificiale, pra kur janë kriju përmbajtje me anë të kësaj teknologjie, me qëllim të mbështetjes politike të një kandidati, kryesisht të kandidatëve për kryetar komuna, jo garës për asamble. Çfarë tjetër është rëndësishme është domethënë kemi një vendim të Komisionit Pavarur për Media që disa pjesë, disa gjuhë ose në fakt kemi një vendim të Komisionit Pavarur për Media që do e prin janë nisëm më herë. Kemi një vendim të Komisionit Pavarur për Media me anë të cilit ndalohet gjua një sputi të listës serbe në një media lokale në Kosovë, i cili spot pra e quante jetën e serbëve si jetë nën terror dhe si jetë me mungesë lirie, gjë të cilat përbënin sipas Komisionit Pavarur të Mediave edhe thirrje kundër kushtetuesve dhe po ashtu shkeljet koditetik. Kjo gjuhë dhe kjo narrativ që përdor lista serbe, pas një dyshim, është zgjatimi i narrativës që përdor qeveria e Serbisë për Kosovën, duke tentuar me i paraqit si viktima qytetarët serb të Kosovës, gjëja të një sistemi që udhëhiqet në këtë rast prej kryeministit Kurti. Audienca e komunitetit serb në Kosovë është ekspozuar shumë ndaj mediave në gjuhën serbe dhe kryesisht mediave që janë të kontrolluar plotësisht nga Vučići, nëse i shohim sistemet kablore që shpërndajnë kanale televizive në veriun e Kosovës, nuk gjeni asnjë media opozitare të Vučićit që shpërndan sinjal në veri të Kosovës, por jo vetëm veri, edhe në pjesë tjera ku jetojnë serbët. Kjo i bën qytetarët serb të ekspozuar jashtëzakonisht shumë ndaj propagandës qeveritare të Serbisë, edhe po ashtu mediat online, grupet e ndryshme, edhe këto mediat sociale që dominohen prej TikTokut edhe Telegramit në rastin e komunitetit serb në Kosovë, ku krijon grupe me anë të cilave shpërndahen dezinformata që lidhen me zgjedhjet ose ngacmojnë nervin nacionalist të serbëve lokal në Kosovë. Ne kemi identifikuar shumë çështje të cilat kanë bën me infiltrimin e Serbisë brenda Kosovës. Ato janë çështja ku ata janë infiltruar nëpërmjet skemave të ndryshme. E para është skema e cila financiare, e dyta është skema propaganduese dhe e treta është skema e cila ka të bëjë me kërcënime dhe shantazhe, ku në kuadër të kërcënimeve dhe shantazhe hyn edhe linçimi shoqëror. Për të shpjeguar veç e veç në kuadër të kërcënimeve financiare është çështja ku ata në sektorin shëndetësor dhe në sektorin e publik të saj përket arsimit dhe kanë kërcënuar për përjashtim nga vendi i punës nëse nuk angazhohen në zgjedhje për listën serbe në kuadër të çështjeve të cilat kanë të bëjnë me skema financiare, po ashtu është edhe dhënia e parave në emër të skemave sociale ku sikur në zgjedhjet e kaluara dhe në këto zgjedhje janë duke i dhënë Serbia, ndërsa në format e tjera, në formën e kërcënimeve dhe shantazheve, janë duke vepruar në formën që e para duhet të votohet me patjetër lista serbe, përndryshe mund të ketë ndonjë dhunë ose diçka e tillë, dhe e dyta duhet të votohet lista serbe, përndryshe nëse çdo vot shkon për dikë tjetër të jetë tradhtar. Pra një linçim shoqëror dhe po ashtu është duke bërë një presion civil ku serbët janë duke u ngritur nëpërmjet nacional shovinizmit si një lloj rezistence ndaj qeverisë dhe institucioneve të Kosovës. Pra janë duke kthyer në një propagandë të fuqishme ku e përmendëm si elementi i dytë propaganda, atëherë duke e kthyer në një propagandë ku e gjithë vota për listën serbe është votë për Serbinë, është votë për Vučićin dhe është rezistencë ndaj invazionit dhe dhunës që kinse po e bën Kosova. Madje në disa videoklipe të tyre, ata e kanë paraqitur se si ne mund të ndalim këtë terror që është duke bërë kundrejt serbëve në Kosovë dhe në forma të tilla ka paraqitur lista serbe edhe mobilizimin e masave për votimet e tyre. Ata vazhdimisht, do të thonë, janë duke përgatitur skenare të cilat janë destabilizojnë Kosovën dhe sigurisht që edhe zgjedhjet e fundit kemi parë rastin e draneve, rastin e presionit të ndryshme diplomatike që bën kundrejt Kosovës, propagandat e ndryshme në publik që shpendohen kundrejt Kosovës dhe diplomacinë e tyre të fuqishme, të gjitha këto janë për të krijuar një gjendje kaose në veri të Kosovës dhe
shtyrin përpara të serve që të bëjnë një lloj rezistence civile, e cila rezistencë pastaj do të krijonte një kaos dhe do të detyronte institucionet ndërkombëtare që të fuste masat e ndarjes sikur në vitin 1999.